kemi 10 ditë që kemi marrë informacionin që aktiviteti dhe recitali i Bujar Xhamilit do bëhet në Shkodër dhe me kërkesën edhe të vetë Bujar Xhamilit do të zhvillohet tek stadiumi Loro Buriqi. Me të marrë njoftimin, ne kemi lajmëruar përgjegjësin e stadiumit e kemi vënë ndjeni për këtë aktivitet dhe sipas bisedës me përgjegjësin e stadiumit, u njoftua që nuk kishte asnjë aktivitet sportiv të klubit sportiv Vllaznia. Pastaj me një telefonat që zhvillua me presidentin e Vllaznisë, ngriti pyetjet pse do bëhet ky aktivitet dhe ne thamë që garantojmë që fusha sportive, fusha e barit tek stadiumi Loro Buriqi nuk do preket. Kjo ishte edhe pika kryesore për ne që t'ja japim këtë recital dhe Bujar Xhamilit në stadium sepse është ajo pjesë e Shkodrës edhe Vllaznisë, është një tifoz i zjarrt i Vllaznisë. Prandaj edhe ne u mobilizuam që këtë recital ta zhvilloj tek stadiumi Loro Buriqi dhe pretendimet e Alban Xhaferit nuk janë të vërteta sepse ne kemi njoftuar më parë.